Përshëndetje të dashur bashkëdhetar shqiptar, sot keni lajme të mira, por ka dhe ca lajme të hidhura nga armiqt ton shekullor nga Haga Serbe. Po e fillojmë të dashur bashkëdhetar shqiptar, për herë të parë, me Ballukun, me Sonjën Ballukun. Të dashur shqiptar, keni kohë që prisni një ditë të çlirohej Shqipëria. Nga hajdutët, nga vrasit, nga shqipfolësit, nga mizat e kalit. Ju e pat vetë dashur bashkëdhetar, unë dola orgje ditën e premte, 2-3 minuta para se të dilin në skenë. Ata dual 4-4 dashur shqiptar, pra në favor të Spakut. Sot, edhe mbrëm, edhe dije, kanë dalë mizat e kalit, e kanë fjallë të quajtur analist, gazetar, jurist, nuk lënë televizor, sidomos e net televizori, dalën aty dhe jo se është e vërtet, jo se është kjo, jo se duhet dënuar, do me thënë ata janë hajdut edhe ata. Të dashur shqiptar, zëvendës kryeministrja, zonja Balluku, jo i do arrestohet, po do arrestohet dhe familje saj. Për arsye, sepse ajo ka shumë pasuri të dhënë edhe prindërve të saj, motrës së saj, që është juriste. Pra, erdhi koha e juaj, dikush, unë nuk e quajnë aq të rëndësishme çështjen e Ballukut, sepse janë kriminalet që kanë vrarë të tjerët, si Berisha, Edi Rama, Nanua, me radhë kur ishin të tjerë, Majkua, kanë vjedhur dhe kanë vrarë dashur bashkëdhetar shqiptar. Kanë krijuar në Shqipëri një gjyq, e kanë fjalën për gjykatën kushtetuese 8 veta, duhet të ishte 9, po e lanë qëllimisht 8. Të gjithë janë të zgjedhur nga Berisha, e nga Nanua, e nga Ilir Meta dhe nga Edi. Do me thënë Rama. Janë zgjedhur për hatrin e tyre. Ju e pat vetë dashur bashkëdhetar shqiptar, ne nxjimi për ditë ata 5 veta që dual kundra Spakut, që e shtyn gati 2 muaj e ca. Qëllimisht e shtynin, por nuk kishin me rast sepse ne i nxuarm dosjet e tyre, i përgatitëm të 5 këtyre, por që është e vërteta, unë jam habitur me Gent Ibrahimin. Gent Ibrahimi është i ri, është ka Gjirokastra, nga familje Ibrahimi. Genti pamarësisht se Aleksandri Soros, personalisht Besoron e ka ndihmuar në çdo drejtim. Por Genti minutën e fundit e kuptovi se ku do përfundonte. Dhe doli me ata të 4. Po dashur bashkëdhetar shqiptar, a e shihni një Sonela Bejtaj. Ajo ka një burr që është non grata me Amerikën, është kjo e pedagog, është drejtori i televizorit Syri, televizori Berishës. Ajo është e Berishës, po ashtu Mariana Simoni, Fiona Papa Jorgji. Pra, këta janë besnikët, po ashtu dhe Sandri Beci që ne i thamë largohu nga ajo, por i kështë lyer buzët i shkreti, që ndovi dhe Berisha. Dhe Berisha doli para 5-6 orëve që të ishte përfundimi, ka ndenjur 15 orë dashur shqiptar. Pa telefon, pa gjë për gjë. Por aman ne e dimi se që po bëni. Pra doli e tha do dalën 5-3. Pse e tha 5-3? Sepse mendovi që Spaku, do me thënë prekoria, që e ka në dorë Amerika, po të dilte 5-3, s'kishte drejt të arrestonte as ministrat, as deputeta, do me thënë të vithin, të vrisin ju. Por, doli në të kundër. Pra, qëllimi ishte që të shpëtonin zonjën zëvendës kryeministrin Ballukun. Por edhe ajo, në qoftë do shpëtonte atë ditën e premte, ajo do arrestohej në flagrancë. Ashtu si do arrestohej Esa Librish. Por tani, të dashur shqiptar, u hap porta. U hap porta e arrestimeve. U hap porta e arrestimeve nga gjykata kushtetuese. Pra, të dashur shqiptar,
çdo njeri do arrestohet. Por, Edi Rama i mblodhi sot urgjent, i mblodhi deputetët, gjoja që ata të mos japin imunitet. Në fakt, realiteti s'ka imunitet. Ka 3 vjetë që është hequr imuniteti dhe një nga deputetët që janë me pësen, një bra që e ka emrin, e tha vërtet para një jave ca që ne s'kemi imunitet. Pa marrësi se thonë kemi imunitet. Të dashur shqiptar, do arrestohen të gjithë të ditë. Shpëtuat o shqiptarët e mi, shpëtuat nga mizat e kalit, shpëtuat nga anti-shqiptarët, shpëtuat nga ignorantët, që kanë ulur vlerën e Shqipërisë për 35 vjetë. A i shini qarë deputet ka të dashur shqiptar. A i shini pa shkollë, pa diploma falso. I ka në vend emrat profesora dhe doktora. Tamam si Peleshi, që ka vend emri. Apo si Taulant Balla, thot jam me diplomë në Rumani, Bullgari, që a i zdi gjuhën, a i zdi Shqip, po si më të mbaroj universitetin në Rumani o Bullgari, kur a i zdi Shqip njërë, pa marësisht. Pra, dashur shqiptar, pengesën që e bejnë në parlament ka qenë Niko Peleshi. Unë i them Niko Peleshit, ishte në Amerikë. Niko, po të them Niko. E Niko se nuk e ke hak të them. Po të them, o Niko, fjallën që e the në Amerikë, mbaj. E nëso se mban, po të them unë hapur, ti do hiqesh zvarë. Duke arrestuar, ku do që ti jesh. Më shtëpi, duke numëruar parat, duke fjetur, mbi dyshegun që ke parat, do arrestohesh. Por, mos dëgjo mend Edi Ramës. Edi Rama e di që është për burg. Edi Rama e di që është dënuar në Amerikë. Edi Rama e di përfundimin e ti, po bën gjiro kot, edhe atë që do shkoj sonte në Evropë, është sepse Evropa, dashur shqiptar, i ka dërguar telegram sot që hiqin imunitetin dhe urgjent të arrestohet Balluku. E dini pse, dashur shqiptar? Monument që kam thënë disa ambasador të Evropës që ka prezentuar Evropën, ata kanë vjedhur këtu, dashur shqiptar. A i mbani mend nga Evropa që erë tërë ministrat, kryetar qeveria gjoja, që këtu unë mbush në hotelet me çështje e moraliteti. Sa iku presidenti Turqis dhe i Gjermanisë. Iknë se e panë se që po bënin. E mbani mend. Pra ata të dashur shqiptar u kanë vjedhur ju parat. Por ne, si që kam thënë më para, ne kemi mishë, kemi të gjatë mashën, kemi dhe qelsat. Unë kam thënë që erdhi koha që të bëhet gjyq popullor. Edhe të huajt, edhe ambasadorët që kanë vjedhur këtu, ai që ka vjedhur $100 do dënohet, po këta ka vjedhur me miliona. A i mbani mend një cigan që ishte ambasadori italist në fillim, edhe erdhi 2 herë ambasadori për çështjen e Evropës. Luiz e kishte emri. Pra, e mbani mend, erdhi si cigan, kockë lëkur, Kuriku 100 kile. Kuriku erdhi me një palë pantallona blu, e me një gjaket, e me këpucë. Kuriku me valigje, me qindra kostume, e lloj këpucë, ishte këtu tamam si kur ishte kryetar qeverie, dilte në për televizore, hante kudo, bëte që a i donte a i, pra do vinë këtu në gjyq. Erdhi koha e juaj o vëllezër. Zgjoni nga gjumi e ani në shpresa e komit që jemi ne. Për ju kemi ardhur. Pra dashur shqiptar, sa mire pas kanë gjerë regjizori, foton e Peleshit edhe foton e Ballës. A i sheni të dashur shqiptar, aja ishte Peleshi. Ishte në Amerikë, e di pse ishte dashur shqiptar? A i që Fatmiri u apreu biletat, Fatmiri i mori për para, si dhend, se Fatmiri hiqe si dash, pa i ishte femër, dashi, pra i mori qovi në Amerikë.
Në Amerikë të dashur shqiptar ka një rregull. Çdo vit bëhet mëngjesi për të mbledhur para. Bileta me lirë është $5.000. Pse vjen? Vjen gjithë shtetet e lindjes. Shtetet që kanë frikë nga populli. Kur vjen në Amerikë, se në atë mëngjes ka një kafe, ka një tëmësir, kushton 5.000 deri me $500.000. Vjen presidenti i Amerikës, kushdo qoftë, kalon një herë vërdall atyre, një busqeshje, edhe asgjë tjetër. Aty që edhe Spiro Pali. Po me ke u takuan këta dashur shqiptar. Me rohet dashur shqiptar. Pra nuk i përfill njeri. Po ne, kur të arrestohet urgjent Fatmir Mediu, së bashku me këtë zojnë, me Peleshin, do të themi ku fjetën, se ne e dim, që ne atë shëgojmë, ku fjetën, sa hangër, ku i quan parat. Dhe ku i quan parat. Pra të dashur shqiptar, këta janë hajdut, këta janë rrugaq, fytyre e këtyre e shëmtuar, që ka ullur autoritetin e shqiptarve. Dhe flasën që ne hidhet kë i librajit Balla thot ne do jemi dhe më 2029. Po Balla. Minuta minutën i ke hekurat. Po jo vetëm hekurat e dorës, i ke hekurat e këmës, hekurat e duarve, që të punosh ta shosh njërë fytyrën, e do të qojmë librash të hapësh rrugën që shkon për në ploqë, që shkon për i qafën e thanës, me atë dhe të rëmosh. Ate që po i bën një Shqipëris ju, nga byllë grisru që ishe, ke vila, ke hotele, ku jetë di, me nduat se do ishe ju. Ne u alëshuam qëllimi shlitar, shqiptarët e mi, datën të premte që kalovi, po thuaj në mesnat, unë dola, më para gati 8 minuta, u thash qarë do bëshe, ne e dimim, pra të premtes. Ju do t'ini të lirë, do t'i shini me sy tuaj, do vinë të tërë, do venë në përburgjet, si që kam thënë, do hapën burgjet e Shqipëris, Fjerin, Durrësin, po Gradecin e Grave, Rokozhinën, Peqinin, Tiranën, edhe do t'i futëm këta dhe s'ka vënd. Por ama këta, a do flenë 2 ora apo jo? Do punojnë. Ti shini ju vetë që kanë bërë këta. Ti shini këto 2 partit të dashur bashkëdhetar shqiptar, që këto 2 parti qasu kanë bërë juve. Të 2 parti anti-shqiptare, kur në do e egzistojnë në tokën e Shqipëris të 2 parti. Absolutisht jo. Do e lirë, do votojnë shqiptarët atë gjë duan, do pasurojnë shqiptarët, do ngrihen intelektualët që ka 35 vjetë që u shtullur koka, që nuk i pranojnë, më vinë për ditë të dashur bashkëdhetar shqiptar. Për ditë, shumë më kanë erdhur, por më ka bërë për shtypje një doktoresh që më erdhi sot. Punon 2 punë. A i di sa paguet? $400, doktoresh. Po pse paguet? Sepse tale. E mbaruar me nota 10, me diplom, shkone në Evropë për mestër. Ja pra dashur shqiptar, këta kërkon kombi, e janë në shpresa e kombit, ne nuk jemi parti, ne jemi që të bëjmë Shqipërinë me kufin natyror. Kosova, shqiptarë tanë, ajo është krahina jonë, nuk është shtetë, krahina jonë, Macedonia e Aleksandrit të Madh, Malizi e princave që ka luftuar 3 jetën. Pra dashur shqiptar, erdhi koha juaj, u vonua pak, ja pra e shini hartën që kemi bërë më 2001 të firmosur nga mua hartën. Kjo është hartë e Shqipëris. Plus, ne kemi akoma për të detit pjesën tonë, Siçelia është tonë. Po pse thoni, do të thoni ju, po pse tona kjo Siçeli është e Italisë? Jo dashur shqiptar. Skënderbeu ndihmoi mbretin Alfons të Napolit dhe
Mbreti si që kishë zakon në atë kohë mbretërit, u hitmin Flori, kur e ndihmon të njëri tjetrin. Skënderbeu kërkovi me njëherë Siçelin. Dhe ai ka thënë janë dokumenta këto. Që do Siçelin, është bosh, s'kishte njeri. E dua, sepse dhe shqiptarët nuk duam njëri tjetrin. Dhe kur unë të vdes, të vinë ata patriotët edhe të vinë në Siçeli. Sepse Turqia do vi dhe do bi namin. Vërtet e bëri. E bëri namin, erdhi edhe kur vdiq Skënderbeu. Qëllimisht nga Turqia, mira e mira ushtar, gjersa erdhë. Të shikonin varë e Skënderbeut që ti minin eshtrat, por familja shqiptarët janë të zgjuar. Me njerë u larguan dhe vajtën Bregdet. Aty ku është sot që bin demonstrat, ata janë stënipat e Skënderbeut, që bin demonstrat në Voli Point. Aty vajti, familje ti, ushtarët e ti besnik, njerëz e ti besnik, pre aty kanë shkuar në Siçeli. E nga Siçelia kanë vajt diku në vend tjetër. Pra, edhe eshtrat i muar me vetë. Pra, kështu jemi, o shqiptarë, erdhi koha. Mjaft me thashe theme. Mjaft të gjuat televizor do të mbyllën të gjithë. Të gjithë televizor do mbyllën. Sepse janë televizor anti-shqiptarë. A i shini qëfar bëjnë me atë Big Brother. A i shini në televizorët e tjerë që vetëm bërtasën. Vetëm thrasën, o shqiptarët e mi. Sot ka ndodhur diçka që priqe. Ajo Haga, që për ne së shkurkushi, po për këto janë, që është krijuar të dashur bashkëdetar shqiptar, dhe prokurorët kërkuan nga 45 vjet për person, që ata janë nga 50-60 vjet. Tallet me shqiptarët. E di pse tallet dashur shqiptar? Sepse Shqipëria është e serbëve. Tashi që ka qenë. Sepse Kosova që ka kryeministrin nuk ka thënë një fjalë të mirë, por i ka quajtur armiq. Ajshini ka qenë president. Ka qenë president ish i Kosovës. Ashim Taçi ka qenë kryeministër. Ajshini flokët si janë bërë të bardha. Nuk e ka moshën për të bardha. Këta ka luftuar, në qoftë se regjizori ka një foto, të dashur foton me Albright. Ajshini, ky është pra që kërkon ta dënoj 45 vjet, ti marrit keqen. Ajshini Albright, sekretare e shtetit, kryeministria e Amerikës. Do me thënë Haga dënon Amerikën që vajti në Serbi. Pra të dashur shqiptar, lene që si lem, unë kam thënë ditën që ne bëjmë qevrin, ne kemi fuqin. Pra, të vend të dënohen sërbët, a e mbani mend Kosovarët, o vlezër, që nga Kosova, nga thelbi i Shqipërisë. Nga patriotë e Shqipërisë me mira vjetë kanë luftuar, me shpat në dorë, kundra Serbit, kundra mbretërisë të Serbisë, kanë luftuar. Radha fillovi tamam, si në Qamëri, që nga Qamëria deri në ullishet e Vlorës. Ashtu ishën, po të kemi dhe një foto zdijet me dëborë, duke ecur, duke vrarë sërbët, edhe ajo pis ag, i dënoka, i dënon shqiptarët, i dënon ata që ka luftuar kra për kra me Amerikën. A i shini foton. E diun që Serbi, Rusi dhe këta Shqip folsit, edhe Shqip folsit e Kosovës, duan të dënohen shqiptarët. Dë vend që të dënoshin e do dënohen, ne do të bim gjyqja atyre si kohën e Hitlerit, që i vran Kosovarë dhe fëmijë,
I theni duke shkuar, janë mbush varret plotte përse ploti me të gjallë, me patriotët, me fëmijët e patriotëve. Dhe sot aga, se s'ka ndim, i ka të gjithë kundërshtar. E more, kryetari që quhesh kryetari i qeverisë të Kosovës. A mor kur ti? Për çështje personale, nuk kërkon, duhet ishe në agë, të dërgojnë këtë njerëzit për shpëtimin e patriotëve. Nëse patriotët da pas kanë vrarë për çështje hasmërie, e bëde gjyq vetë Shqipëria. Po jo të dënohen për çështjen e Sërbit, sa t'jemi gjallë dhe jo. Unë po them, ata dëgjojnë, se janë shëndoshe mirë, sa të kini patriotët do vini shumë shpejt. Ah, moj agë, që këben dalavere dhe merë përqindje. Ajo agë është dashur shqiptar, një lullëzim, beri një vil në Vlorë, në vendin e patriotëve. E shtyvi gurin në det, e beri një me 5-6 kate. Ajo agë, Edi Rama e rëzovi, qëllimisht, që të mirë të para nga aga dhe i ndanë bashkë me Edi Rama. Ne i dim të gjitha. Ne kemi dosjet. Pra, a i mba një ment të shpje verdh? Pra, i Lulzim Basha ishte. Spioni i Sërbëve. Spioni e asaj që ishte në Hagë për herë të parë. Ajo Bjontja. Ajo ishte prekurore. E pra, po jo. Ne nuk i lem që ata të venë në Hagë. Jo, sa t'jemi gjallë ne. Po ne bëm një provë që atë bëj Haga. Ajo Hagë do burgoset për demi që i ka bërë. I ka bërë tem që nuk është dënuar as një. Ta mam lufta që është bërë, ta mam si kohë e Izraelit, të qifutve që i dogji Hitleri. Ashtu janë djegur Kosovarët tonë, vëllezërit tonë, për këtë flamur kam punuar edhe sot tut të kesh, edhe ajo që hikje si presidente, as pyet njeri për ty më. Apo e që thot jam krye ministri i Kosovës, i dashke 25 vjetë të dënuar. Jo, sa temi gjallë dhe dashur shqiptar, kjo ka qenë luftëtar, ka luftuar, e ka marrë Amerika, e ka praktikuar, Haga e bëri qëllimisht, ulli autoritet, gjenerali dual dëshmitar atje, që këta kanë qenë me Hagën, po kërkon të nga të roj. Del, edhe të dashur bashkëdhetar, para disa minutave, një gazetë, e ka emrin Magazina VIP. Ai gazetari, bravo i qoftë, bravo të qoftë o gazetari i gazetës, i magazinës VIP. Dole para një ore, bashkë me një të quajtur avokat Zaçe. A i bërtiste lonë të dynjan, është dënuar pak, thoshte, patriot të Shqipërisë. Kurse ti, po të thoshe të vërtetën. U vetëm një këshill t'ja ty gazeta VIP. Mos me njerëzit që janë kundra shqiptarëve. Ka ardhur koha e realitetit. Mua sot, më vërtet, më ke pëlqyer. Si gazetar, u kuqe në fytyrë, kur thoshte janë dënuar pak. Të gjitha janë falsifikime, zoti gazetar. Shpije verdhë është falsifikime. Qëllimisht që të dënojnë, Serbët po kërcejnë sot, por aman, kini kujdes o Serbë, që Amerika po të vi këtë radhë, nuk do keni as Beogradi, është toka jonë. Pra dashur shqiptar, unë po zgjatem, sepse kishim një hal tjetër, na doli një tjetër, ka vite që janë, është zbardhur, shko flok zi, ja pra ku ka dalë Zaçja i Zaçeve, i quajtur avokat, del kundra shqiptarit, edhe hasë më ta kesh të thuash realitetit. Jo pa, u dënua pak këto 25 vjetë. Po si 25 vjetë? Ata po dënojnë Amerikën, që Amerika vajti, ira Sërbit.
dhe UÇK-ja u bashkua. Të dashur të UÇK-s, që jeni në Kosovë kudo që jeni, e janë sa më parë në shpresa e kombit, e janë të thresëm, e janë sa më parë do bëjmë demonstrat paqësore, duat të bëjmë me ju demonstrat paqësore, jeni me qindra, po udhëheqësit tuaj që i keni në Kosovë të UÇK-s, nuk janë tuaj, nuk janë tuaj, s'po i ze emra, e janë sa më parë, që keni luftuar për të qëruar krahinën tonë Kosovë, nga sërbët, nga armit shekullor, dhe sot mendojnë aga, po jo, sa të jemi gjallë ne prap, ne do të hapëm dosjet e tyre gjyqtarëve, të prokurorëve, sa para kanë marrë nga sërbët, dhe sa para kanë marrë nga Kosova, nga njerëzit që janë sot në Kosovë, ne i dim të gjitha. Për këta arsye kam thënë kosovar të dashur, po si të jesh kryeministër e mos ngresh flamurin. Çdo të thotë kjo, po të vesh një flamur sërb, ajo Shqipëri e dashur. O vëllezër, shqiptar, ju jeni shqiptar, harruat që Shqipëria nuk u ka pranuar, doni të pagonit $5.000 të bëshin në shtetës, po ju jeni shqiptar. Këta që kemi ne këtu, këta nuk janë shqiptar, janë shqip folës. Pra, hallet e mëdha, po në hapen më të katranë. Por aman, erdhi koha e çlirimit të Shqipërisë. Erdhi koha të dalën maraushgat, të dalën mizat e kalit që edhe vrerë për shqiptarit. Po si mund të hedhësh vrerë? Kosovar dhe për dëborë zbathur. Erdhë në familja shqiptare, në vlezët e tyre, i pranuan, u dhanë bukë. Sot, shumë nga ta janë bërë profesora në Amerikë. I vrau sërbi, i fuste të gjallë, nuk u ngop me Bosnjën, me bosnjakët, po fillovi vrau shqiptarët. Pra, sa herë do bëni qeveri, do të jeni kundra këtyre, turp i botës, të i shojmë ne, të na i dëro ka Haga. Po jo, sepse nuk ka qeveri, asë në Kosovë, asë në Shqipëri, që ti mbronte. Por talen me gjakun tonë, me gjakun e shqiptarëve. Ka vjedhë, thotej, Kurti. Po ti çfarë ke vjedhur? Ku të punon zonja jote? Po thuaj shqiptarëve. Punon në Serbi. Çfarë pune kanë në Serbi? Gruan që ke sot. A herë, si mund të punojnë në Serbi me kompani? Pra, Kurti, ti duhet dilni urgjent. Urgjent. E Kosovar, o vlezër, ju gjithmonë e keni patur të keqen nga tirania. Po e keni e të keqen bërna në këto kohë. Pra Shqipëria do bet me kufi natyror. Shqipëria do rregullohet dashur bashkëdhetar shqiptar. E njëherë u them të UÇK-s. Ata që janë në Kosovë, ata që janë në Maqedoni, ata që janë në Malzi, ata që janë në Amerikë, nga Amerika, vajtën të luftonin, të shironin Kosovën. Nga armiku shekullor me mira vjetë. Nga armiku shekullor, që ne ka zaptuar tokën më të mirë, dherin ma ta në Beogradit. Po të hapësh themelat, dalën i lirë, dalën shqiptarët. Dardan. E pra, ati është Dardani. Pra, kjo është koha. E janë vëllezër të UÇK-s. E janë se nuk i lem që t'jenë dhe burë. Majnë i men, ditën që bëhet qeveria, të nesmen ata janë këtu. Dimë se qa bëjmë. E kemi mashën e gjatë. E kemi qelsin. Ne e dim që ka bërë. Që ka bërë. Do me thënë, e keqja me madhe. Ne e dim që ka bërë Gjukat e Agës. E ashtu tha dhe Edi Rama, do të shpje në Hagë. Amor Edi. Unë edhe ty Edi po të them presot. Edi. A e di që ne të kemi në dorë? Neve kemi patur kontakt bashkë. Ka kohë që s'kemi. Edi, edhe sot që do vesh në
Evropë, ata miqtë tu, do thonë, lere, po jo Edi, je dhe për ty, do virin hekurat dhe ty. Mos rritet mendja se të kam thënë, atë ditë që bëhet qeveria në zyrë, ti do arrestojsh. Gruaja jote do arrestohet të ditë. Ai që ka vjedhur, sa s'ka më kuvete. Berisha do arrestohet. Të dashur shqiptarë. Këto dy partit, së bashkë me një lapa ja si e ka emrin ai, e me një hasim, duan të bëjnë demonstrat. O shqiptarë, a e shini se ata ju kanë bërë gropën? A e shini ju nga Mirdita, nga Kuksi, nga vendet, nga Shkodra? Ju vini këtu, se Tiranës nuk dalë në asnjëri. Ju po vini, çfarë u kanë bërë ju? Ju kanë marrë tokat e stërgjyshve e s'u kanë dhënë. U kanë dhënë pension $80. Këta janë. Pa pik turpi doli Berisha. Pardije. Dhe thajnë Hoxha ka bërdem. Da ka bërdem shqiptarve. Po si i ka bërdem? Sekretar partije. Ishte në Francë. Unë e kam njohur që me 76. Jo të takonje me dorë. Po e kam dirë se qarë ka bërë. Sepse u kam thënë që përpara. Unë nuk kam vajtur në Amerikë për të punuar me kasmë. Është nder të punosh. Por, kam vajtur për çështje kombëtare, ndërkombëtare, se stërgjysht e mi kanë qenë në Amerikë. Gjyshi im ka qenë në Amerikë. Të gjithë familja ime është shkrirë për çështjen e kombit të Shqipërisë. Ka patur pasuri se s'ka patur edhe Evropa. I shkriu të gjitha. Nuk ka vdekur asnjëri përveç nënës time. Të gjithë janë të vrarë. Për këtë kam erdhur, të dashur shqiptar. Për ta bërë Shqipërinë do të bëjmë, po të bëjmë me ju. Ne jemi gati të kalojmë mëzyra, po unë kam dëshirë që të jini atë ditë të gëzoni, të vinë nga Kosova, të vinë nga Maqedonia, të vinë nga Malizi, të shihni gëzim, të qeshi buza njëherë, të takojnë me motrën, me vëllain, që jeni bërhasëm në familje. Serbia të bën. Ja pra Çaberi. Ti dënoj nga 45 vjetë që ka luftuar për Kosovën, për vendin e tyre, për gjyshat e tyre, që ishen krah për krah me Amerikën. Të dashur shqiptar, nuk e fitovi UÇK-ja, ishte Amerika. UÇK-ja ishte ndihmëse. Vite pas, por UÇK-ja se ka marrë derin Çekberi. Familjet e UÇK-s janë pa bukë në Kosovë. Shtëpit akoma janë me plumat e serbëve. A here, që kanë bërë këto parti? Këto parti, a here nuk qenë nga shqiptare? Pse themi ne, s'kanë ngjitur flamur, nuk e kanë qef? Ha pra, pse Kosovarët në përshpira majnë këtë flamur shqiptarë? Kurse në qeveri, nuk u vjen hidhur. A e mbani me sa bukur u bët dashur shqiptar? Kur UÇK-ja vajti para zgjedhjeve, unë bush belevarti me flamur shqiptar? Gjysave nuk u vinte mirë. O shqiptarët e mi, Serbia akoma i ka njerëz të saj shqipfolësit. Si në Kosovë, në Maqedoni, në Malëzi, edhe në Shqipëri. Por, unë them që sot, larkë, lejeni Shqipërinë zobet me kufi natyror, lejeni Shqipërinë të marrë ajër, po unë të dashur shqiptar u bi thirrje. Edhe nesër më ktheni përgjigje. Doni vërtet të vini të mbushni Tiranë, të gëzoheni një herë mirë me motre vëlla, të vi UÇK-ja t'i tregoj të kush është UÇK-ja, të vishet tamam si UÇK-ja çlirimin e Shqipërisë, të vini me njëherë këtu, të shohim një ditë të bardhë, të pajtohet Kosova me Maqedoninë, Malizi me Shqipërinë. Pra të dashur shqiptar, më shkruani nëse jeni dakord, unë u bi thirrje
dhe një gjë të them të fundit, dashur shqiptar. Nëse ju doni, unë jam gati të mbushëm bulevardin duke qeshur edhe duke mbajtur qiri për eshtrat e luftëtarëve tonë që i vranë si në 46 vjet dhe tani. Të dashur shqiptar, data 10, si pas Berishës, si pas Lapajt, për interes tyre për familjes do venë burg, mos shkoni, se nuk është për ju. Ju do niseni, ju s'kini buk në shtëpi. Kamza s'ka buk të haj. Çfarë u kanë bërë ju këto dy partit? U captuan. Ku i kini fëmijët? Po shtupi botës. Në qoftë se ju do vini nesër në datë 10, likis do bëni një sulem të dikni një cigare, por ama do fotografojeni që të gjithë, që t'u avem kur të bëjë Shqipëria me kufin natyrore, kur të vejë qeveria teknike, do t'u avem afër Skënderbeut se keni vajtur në demonstrat kundra shqiptarëve. Nuk kam me demonstrat. Duan të shpëtojnë vetëm, po s'ka me, do arrestojnë. Të dashur shqiptar, natën e mirë, si që thash, më shkruani, nëse ju doni të mlidhemi në Tiranin, e di pse them Tiranin, në Tiranin bolshevike që ka shkatruar Kosovën, Malezinë, Maqedonin, pre vite e vite, 82 vjet. Qofse ju keni dëshirë, unë jam gati të dalë para jush. Para jush të dalë, jam gati të sakrifikojmë, të bëjmë Shqipërinë. E janë intelektual, regjistoni sa më shpejt, në ministri, në zvenc ministra, në drejtori duen shumë, 2-3 veta, në drejtorinë e policisë, në byron kombëtare që quhet sot do t'jetë FBI-ja shqiptare. Inteligjencën, e dua që ju të rinë të vini, zgjoni nga gjumi, natën e mirë, e miru pafshim, edhe do t'i dëgjoj të gjitha çfarë keni shkruar. Shkruani çfarë keni dëshirë. Natën e mirë, miru pafshim nesër në orën 3 dhe në orën 6. Do keni shumë të reja, arrestimet filluan, do arrestojnë kryetarët e bashkisë, kryetarët e komunës, nuk do ngelet njeri pa arrestuar. Natën e mirë.